në lidhje me akuzën për ndërtim të palishëm, e cila është ngritur ndaj meje, Shpëtim Bima, theksohet fakti që mbështetet në një akt ekspertimi të kryer nga inxhinierja Sonila Maraj Neziri, e cila me porosinë e prokurorit apo të OPG-s në prill të vitit 2025 ka kryer këtë akt ekspertimi. Le ta analizojmë. Sonila Maraj me licencë e tjerë bëhet në lidhje me procedimin penal, veprën penale ndërtimi palishëm. Në përputhje me detyrën, pyetjen e dhënë nga oficeri i policisë gjyqësore Shqip Basha, kam kryer shqyrtimin e dokumentacionit teknik religjor dhe prezantuar në dosjen e kësaj çështje në vendimin e kryerjen e aktit ekspertimit. Pyetja në cilën duhet përgjigjem është: 1. Duke bazuar në dokumentacionin e pranishëm në dosje, përcaktohet nëse ka ndërtim pa leje në objektin pallat numër 25 rruga Bogdanëve, Bashkia Tiranë, nëse ka sa është sipërfaqja e ndërtimit pa leje dhe ku ndodhet. Dhe mbasi ka bërë këtë akt duke cituar lloj gjërash të parëndësishme, vetëm dallojmë një sipërfaqe ndryshim destinacionit 80.5 metra katror, sipërfaqe verande që nuk ka vlerë fare sepse verandat nuk hipotekohen. Pra ndryshim destinacionit, sipërfaqe verande, krahasimet, sipërfaqja sipas lejes 841, sipas faktit 767, pra më pak. Kemi sipërfaqe ndryshim destinacioni 51.3. Në radhë dyqanet, del edhe thot ka ndërtim pa leje, pallati i ri inskriptuar favor të investitorit Shpëtim Bima. Ka kufizim, thot. Të gjitha këto me dashje apo pa dashje e kanë çuar në fshehjen e të vërtetës dhe në asnjë moment nuk dallojmë si përgjigjet pyetjes se sa është sipërfaqja ndërtim pa leje, ku ndodhet ajo, dhe thot konkluzion që lidhet me sipërfaqe ndryshim destinacionit 82 metra katror, konkluzion që lidhet me verandat që nuk hipotekohen, nuk quhen volum ndërtimi, konkluzion që lidhet me sipërfaqen totale të katit për dhe, që ja ka fut kot sepse ka fut dhe verandat brenda, konkluzion që lidhet me aplikimin e subjektit në luizëm, thot, kërkon të legalizoj shtesë anësore në objektin pallati i ri, gjë që është cituar jashtë kontekstit, sepse është shtesë anësore e dyqaneve, që është në verandën e dyqaneve, që është po e njëjta gjë, që ka të bëjë me ndryshim destinacionin. Konkluzion që lidhet vendime shkresa urdhra kontrolli pranishëm në dosje, me daljen nga projekti duke shtuar vëllim punime mirature, sipërfaqe 85 metra katror, që është prap gënjeshtër sepse nuk ka shtuar vëllim, po është ndryshim destinacioni 85 metra katror. Prania ndërtim pa leje, ndryshim nga projekti miratuar që është prap për ndryshim destinacioni, objekt në shkirjet. Pra nuk ka në asnjë moment përgjigje të pyetjes nëse ka ndërtim pa leje në objektin nëse ka sa është sipërfaqja e ndërtimit pa leje dhe ku ndodhet. Ndërkohë që ka fshehur të vërtetën, unë do të pyesja se si veprohet për të kuptuar çfarë është një ndërtim pa leje. Ndërtim pa leje është çdo ndërtim i një objekti pa marrë më parë lejen përkatëse nga ndërtimi nga autoritet kompetent, zakonisht bashkia. Kjo përfshin çdo veprim ndërtimor si ndërtime të reja, shtesa, rekonstruksione, ndryshime strukturore që kryhen pa miratim formal dhe dokumentacion të lishëm ndërtimi. Aspektet të ndërtimit pa leje janë autoriteti kompetent, bashkia, agjencia e legalizimit, dhe elementet që përbëjnë një ndërtim pa leje janë përshkrimi, mungesa e lejes ndërtimit, nuk është marrë
miratim zyrtar, mungesa dokumentacionit teknik, ndërtimi jashtë kushteve të lejes, ndërtimi mbi tokë shtetërore, ndërtimi në zonë mbrojtur etj. Si provohet akuza për ndërtim pa leje? Ndërsa dikush akuzon për ndërtim pa leje, barën e provës se ka autoriteti apo institucioni që ngre pretendimin, si për shembull i nuk bashkia, prokuroria, këto institucione duhet vërtetojnë që ndërtimi është bërë pa leje dhe në kundërshtim me ligjin. Çfarë duhet provohet nga autoritetet? Duhet provohet nuk ekziston një leje ndërtimi e vlefshme, kërkim arkivat e bashkisë për mungesën e lejes, mungesat e regjistrimit në sistemin e lejeve etj. Objekti është ndërtuar pa dokumentacion teknik, verifikim nëse ka projekt miratuar, banësik etj. Pra kjo do të ishte rruga që duhet ndiqte ekspertja. Por ekspertja as nuk i përgjigjet pyetjes dhe as ka të shprehur në event 2240 metra katror sipërfaqe ndërtimi shtesë. Ndërkohë që prokurori thot në bazë të aktit të ekspertimit ka 2240 metra katror shtesë. Më vjen shumë keq, por kjo është një shkelje e rëndë, qoftë nga ana e ekspertes, e cila nuk ka kryer detyrën e vet dhe ka fshehur të vërtetën, sepse po të shikojmë dokumentat që janë në dosje, kemi të gjitha tabelat e sipërfaqeve që janë në ASHK, kemi një vendim të gjykatës administrative shkallës parë, pa ditë se shoqëria ka dërbime, e pa ditur detoria e përgjithshme e taksave, që bën shpalljen e pavlefshmërisë absolute të detyrimit të shoqërisë për taksë ndikimin infrastrukturë ndërtimi në vlerën 16 milion 22.457 lekë. Dhe ky vendim tregon që shoqëria ka dërbime ka fituar gjyqin administrative për taksën ndikimit të infrastrukturës dhe thot vendosi për pranimin e pjesën padisë para shoqërisë ka dërbime SHPK, pavlefshmëri për njoftim detyrimi për taksën ndikimin e infrastrukturës në vlerën 16 milion 224.570 lekë. Gjithashtu, në dosje është edhe mandati që tregon pagesën, është autorizimi që tregon volumin e sipërfaqes të ndërtimit, është edhe tabela e sipërfaqeve sipas dhe deklarimit në ASHK me vulën e inxhinierit që tregon sipërfaqen faktike dhe sipërfaqen sipas lejes ndërtimit dhe bën krahasimin. Këto gjëra duhet kishte paraqitur në akt ekspertimi, ekspertja që me dashje ose pa dashje ka gabuar rënd.